ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për t'i falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe salamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po hym në 10-in e fundit me izin Allahu subhanahu wa taala për ta përjetuar atë që është më e mira e këtë Ramazanit, në të cilën edhe shpresohet me qenë nata e Qadrit. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që ditët e agjëruara 2-3 t'i bën qabul për neve, e pjesën që na ka mbetë, e cila është pjesa më e mirë e Ramazanit, Allahu na jep shëndet dhe vullnet për t'i kaluar me vepra të mira, adhurime, lexime të Kur'anit dhe gjithçka që e bën të kënaqur Zotin ton te bareke ve teala. Do të vazhdojmë me izën e Zotit xhel xhelalu në rrëfimin dhe jetëshkrimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, mikut të Zotit, i dyti pejgamber për nga gradat e Allahut subhanahu wa taala. Në ligjëratën e kaluar tham se Ibrahim alayhi salatu wassalam, pas ndarjes që e bën prej idhujtarëve, prej shirkut, ai e lën vendin e vet, i pari pejgamber, i pari njeri që e lë shtëpinë, familjen edhe adhëun për hir të Zotit xhel xhelalu. Andaj tha inni muhajir. Unë tha po ju braktis juve, po emigroj, po shpërngulem nga ky vend për të kaluar në një vend tjetër. Inni dhahibun ila rabbi. Tha unë po shkoj te Zoti jam. Pra unë po shkoj me një vend ku do të adhuroj Zotin e Madh xhel xhelalu dhe nuk do të jem pjesë e këtyre traditave dhe adhurimeve të kotat juaja. Andaj Ibrahim alayhi salatu wassalam shpërngulin e parë prej Irakut e bën në Palestinë. Shpërngulin e parë e bën prej Irakut në Palestinë, duke rrugtuar ai me gruan e vet dhe djalin e vllaut Lutin alayhi salatu wassalam. Pasi shpërngulin në Palestinë, pas një periudhe që të qëndrimit në Palestinë, shkon për Egjipt, në Misër. Dhe në Misër atje e rrëfyem ngjarjen në ligjëratën e kaluar se si u sprovua me mbretin e Egjiptit në gruan e vet, te Sara. Mirë po kjo sprovë bëhet sebeb që Sarës t'i dhurohet një hizmeqare, një robëresh e cila quhej Hajar, e cila është nana Ismailit alayhi salatu wassalam. E merr Ibrahimi alayhi salatu wassalam gruan e vet bashkë me shërptorën e Sarës, Hajerin, dhe prap kthehen në Palestinë. Pas shtimit të pasurisë, dhe se Allahu subhanahu wa taala i jep begati të shumta, atëherë rrugës dikun afër Jordanit, se Palestina është afër me Jordanin, në një qytet të quajtur Sedum, atëherë Allahu subhanahu wa taala i thot Ibrahimit alayhi salatu wassalam, djali vllaut tan let ndalet te çiki popull. Dhe Allahu subhanahu wa taala i jep pejgamberi edhe Lutit alayhi salatu wassalam. Mirë për Luti alayhi salam është ngjarje tjetër, nuk do të flasim për Lutin alayhi salatu wassalam. Andaj ndalet në një pjesë të afërt të Palestinës, e cila është pjesë e Jordanit të sotshme, dhe aty Allahu subhanahu wa taala dërgon pejgamber Lutin alayhi salatu wassalam. Vazhdon Ibrahimi me gruan e vet edhe Hajerin në Palestinë. Në Palestinë, pasi jetojnë aty një kohë të gjatë, atëherë Zoti i Madh xhel xhelaluhu nëpërmjet jetës së tyre, kaderit të cilën e shkruan Allahu subhanahu wa taala, vendos ngjarje të mëdha. Dhe do shohim se hapat e Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe hapat e gruajës Ibrahimit alayhi salatu wassalam do të bëhen më vonë fe e muslimanëve. Ata kanë ecë natyrshëm, ata kanë bërë hapat natyrshëm, mirë po Allahu subhanahu wa taala, për shkak të peshës që e kanë pas, për shkak rëndësisë që e kanë pas, edhe lëvizjet e një gruaje si Hajeri, Zoti i Madh xhel xhelalu i ka bërë pjesë të adhurimit muslimanëve. Sikur që ta shohim edhe Safa edhe Marwa është pjesë e kujna, pjesë e rrugtimit Hajerit. Atëherë pas jetës në Palestinë, Sara ishte shterp, nuk ishte mundësi me lind evlat. Atëherë kur e shef se një kohë të gjatë s'po ka evlat, ndërkohë që Ibrahim alayhis salam vazhdimisht po lutej, o Zot më jep evlat, o Allah më jep evlat, atëherë Sara, gruaja e vet,
një ditë për ditëve i thot Ibrahimit alayhi salatu wassalam, thot këtë robreshën po ta adhuroj tyje, martoje. E ndoshta Zoti i Madh xhelel xhelal t'jep evlat. Edhe e marton Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Me të hyrën e parë dhëndër, Ibrahimi alayhi salatu wassalam çfarë? Furnizohet me evlat. Pra mbetet shtazan më një herë. Dhe kjo shtatzani bëhet gjithashtu problem për Sarën, mirë po në kaderën e Allahu gjithçka është e shkruar që të vijmë deri te qapja. Andaj gjithçka që do ndodh, do ta përcjell me rrëfimin nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, i cili na ka rrëfyer në detale se çfarë ka ndodhur me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Çfarë ndodh? Ja jep Sara Haxherin. Haxheri mbetet shtatzan, mbetet me një djalë të cilin e quajnë Ibrahim alayhi salatu wassalam çfarë? Ismail. Ismail. Në kuptime të ndryshme të cilat i kanë përmend dietarë se çfarë do të thonë emri Ismail. Çfarë ndodh pastaj? Fillon me xhelozu Sara. Se kjo ka fëmijë, edhe pse vetja jep ju dhurat, ajo mbetet shtatzan, fillon me xhelozue. Sikur që është e zakonshme që gruaja të xhelozon për burrin e vet, se nuk ja ka plotsu ajo nevojën burrit të tina, mirë po Allahu subhanahu wa taala kishte shkruar që të ndodhin ngjarjet në bazë të drejtimit dhe menaxhimit që do Zoti i Madh xhel xhelalu, jo në bazë të dëshirave të njerëzve. Atëherë çfarë ndodh? Atëherë na tregon tani Ibn Abbasi radhiyallahu an, për cilën sot do ta rrëfejmë e pastaj do të mundohemi mundale dobi, mirë po do ta saktojmë edhe dobit, nga se tham se nga këto rrëfime, nga këto ligjërime nuk kemi për qëllim që ne të ndëgjojmë vetëm serial, epizoda, jo. Ne kemi për qëllim mundal të mësimet, cilat janë mësimet edukative, morale, islame që na përkasin neve. Transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tina nga Sa'id ibn Jubairi, nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, se ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu wa ardhah. Ky hadith transmetohet edhe hadith, po transmetohet nga Ibn Abbasi. Pavarësisht është hadith apo është nga Ibn Abbasi, këto lajme të trajtohen sikur hadith, për shkak se janë lajme të ghaibit. Dhe Ibn Abbasi kur rrëfen diçka e cila nuk ka mundësi me pasdit ai me mendjen e vet. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu anhu wa ardhah: "Awwal ma ittakhadh an-nisa'u al-mintaq min qibali ummi Ismail." Thot Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, thot gruaja e parë e cila ka përdor kursi, ka i thënë atëna, është kush? Nana e Ismailit, Haxheri. Pra gruaja e parë e cila ka lidh për me fsheh barkun është nana e Ismailit. Pse? Thot ittakhadhat mantiqan li tu'affiya atharaha ala Sara. E ka marrë një kurse për ngjitjen mesin e barkut, e ka shtrëngu pak. Për çfarë arsye? Që t'i fshehe gjurmët e shtatzanis, mos t'ja shofe Sara. Sara ka qenë gruaje me pozit, ka qenë gruaje me nam, ka qenë prej familjes të madhe, dhe ka qenë gruaje e lirë, kjo ka qenë hizmeqare. Dhe normal se xhelozia ka o shfut aty. Andaj kur e ka pasë sa shpejt ka met me barë Haxheri, ndërkohë që kjo vitet të tëra, duke e pa dëshirën e flak të Ibrahimit për me pas e vlad, e nuk kishte e vlad, atër kur e pas sa shpejt mbet shtatzane Haxheri e pas e kjo po më gjelezon. Dhe qëfar bëni? Fillon të me shtrëngu barkun, me gjithse barku, normal fryet shka ku je vladit, ajo fillon të me shtrëngu thot Ibn Abbasi, e para që ka vënue si loj kurseje, një loj litarin në trup, për të fshes shtatzania nga kush? Nga Sara. Nga Sara. Edhe pse kjo xhelozi duket e natyrshme, Allahu subhanahu wa taala në këtë xhelozi e bën një ndarje. Në këtë ndarje je bën ti edhe unë musliman. Do ta shohim me len Allahu te bareke wa taala. Thot Ibn Abbasi, pastaj thumma jaa biha Ibrahimu wa ibniha Ismail wa hiya turdhi'uhu. Atëherë thot, kur e sheh këtë xhelozi, këtë konflikt, këtë furkim në mes Sarës edhe Haxherit, se s'po bën rahat, a Ibrahim a.s. ishte të prit djalin e vet pite Haxheri. Çfarë ban? E merr Haxherin edhe e merr gruin e vet. I thot, hajde tjetër vet, kena me shku tjetër vet. E merr pim Palestinë, në kam ku deri Mekën e sotshme. Në kam s'ket këtë vend. Në një vend, sot Mekëja është e mbushur me miliona
haxhiler, me miliona umregji, me miliona njerëz që vizitojnë shtëpinë e Zotit te bareke ve teala. Në atë vend, në atë kohë ka qenë shkretir e thatë. Asnjë njeri gjallë s'kon. As ujë, as nisan, veç guri. Guri kodra shkretin, kur gjë tjetër. E merr pasi lind Haxheri dhe shef se nuk ka mundësi me jetue, nisët në kam për në shkretirën e gadishullit arabik, të cilën Allahu subhanahu wa taala e përmend në Kur'an, do ta përmendim Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Thot, e merr Haxherin edhe Ismailin wa hiya turdi'uhu. Dhe ajo po jepte gjin e vladit vet rrugës. E ka lind Ismail alayhis salam. Derisa ka ardhur te veni ku Aqabja. Propin Palestinë, te veni ku është Qabja. Këtë rrugë ka vonë kam. Mirë po kjo i është paguajti Ibrahimit alayhis salam. Vend të vendi ku është Qabja. Kur e ka kallëzuar Ibn Abbas radhiyallahu anhu, këta e ka qenë për para Qabës. Dhe ka kallëzuar njerëzve në mënyrë figurative, që ku është Qabja, pin Palestinë, ka rën kam. Dhe këtu u ka vendos. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu ardha, inda dawhatin fawqa zamzama fi a'la al-masjid. Thot, pram një pemë të madhe në vendin pak për mbi Zemzemin. Aty sa kon Zemzemi. Po kur e ka kallëzuar Ibn Abbasi, se Zemzemi tash është, edhe kur e ka kallëzuar Ibn Abbasi ka thonë, ç'është tu ka Zemzemi, ç'është tu ka ardh Haxheri. Ka kallëzuar në mënyrë ilustrative. Dhe kush ka kon haxh dhe umra, besoj që e ka parasysh se për çka flitet, ku është Qabja, ku është Safa, ku është Marwa, edhe ku është uji i Zemzemit. Por Ibn Abbasi ka kallëzuar ç'është tu ka kon shtëpia, ç'është tu ka kon Zemzemi, ç'është tu ka ardh. Mirë, po kur ka ardh Ibrahim alayhis salam me djalin e vet Ismailin, kur gjons ka pas aty. Rafsh, shkretin, thot asnjë njeri gjallë. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, thot, dhe e ka vendos pak për mi xhamien. Xhamia tash atëherë sa ka xhamia. Thot, walaysa bi Mekkah yawma idhin ahad. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, atë ditë asnjë njeri i gjallë s'ka ekzistuar, përveç Ibrahimit, Haxherit edhe Ismailit. Thot, dhe nuk ka pas as një pik uji, as bunar, as lum, as nisan. Ka qenë shkretinë e thot. Andaj Allahu subhanahu wa taala kur e ka përmend në Kur'an, ka thënë Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'. O Zoti jau, ka thënë, unë e kum lënë familjen me një vend, Haxherin me Ismailin, me një vend ghayri dhi zar'. Asni lloj gjelbrimi se ka, asni bim se ka, asni ujë se ka. Pra është lutë Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fa wada'ahuma hunalika wa wada'a indahuma jiraban fihi tamr. Thot, i ka lanë çaty Ibrahim alayhis salam Haxherin edhe Ismailin, edhe ja u ka dhënë një torb, një enë vjetër, për lëkure, ka pas aty do hurme. Edhe sa me mbjetu deri Zoti caktoje diçka tjetër. Deri Zoti caktoje diçka tjetër. Çfarë ndodh? Thot, dhe ja u la një enë më gjatë me ujë. Sa të ikë unë. Ibrahim alayhis salam Allahu i ka thonë, lej aty, dhe ti het shkop pra ktheu te Sara. Me lan Haxherin, gruaja e re, me fëmijë në gjinj vet. Apo, dhe duhet të ndërrojmë xhamat kur lexojmë ajetet e tilla dhe hadithet e tilla, ta paramendosh një shkretin të thot, një gruaje vet me një fëmijë. Edhe Ibrahim alayhis salam baba i mëshirshëm po i le vet këto. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, thumma qaffa Ibrahim muntaliqan. Atar Ibrahim alayhis salam ja u le hurmat pak, edhe pak ujë, edhe ja u kthen shpinën edhe ec. Thot Ibn Abbas, fatabi'athu ummu Ismail. E nana Ismailit Haxheri vrapon pas Ibrahimit, pas brurit vet. Edhe i thot, ja Ibrahim, ayna tadhhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi? Thot, o Ibrahim, çish po na le vet mua e ti po? Çish mundet me kon kjo normal? Normal na ikëm pisarës, mos bëhet telashe. Ama po na le çtu midis shkretinës me çket një kaçore hurm. Apo, e kush ka më na menimu këtu? Atëherë fillon dhe i thot, çish na le kët lugin? O Ibrahim, ja Ibrahim. O Ibrahimi, ja ka kthi shpinën dhe po hec. Atëherë thot, i thot Haxheri, asnjë njeri nuk ka, asnjë sen nuk ka. Ti po na le këtu midis shkretine. Fa qalet lahu dhalika miraran.
Thot Ibn Abasi, shumë herë ka thonë këta Hajeri: "O Ibrahim, kujtu na lan? O Ibrahim, çish po na lën këtë shkretin? Uj s'ka. As një sen s'ka, njëri gjallë nuk ka." Ka qenë vështirësi e madhe. Ka qenë vështirësi e madhe. Dhe shikoni të ndërum xhamat, këtë moment, me këtë moment sot, ku zahmeti të mit aty. Zahmeti të mit. Bicikleti, kush e ka në di? Allah ja shtof privilegjin qabës dhe na mundsof me vizitu ja Rabbul Alamin. Mirë, po nga këtu ka fillu të ndërum xhamat. Nga kjo shkretin, nga ky mundim i Haxherit dhe para menon zemrën e Ibrahimit. Nëse i dhem Ismailit, nëse i dhem nënës Ismailit, sa i dhem Ibrahimit që pejgamber emocionet i ka lama të mëdha. Mirë, po urdhë i Zotit është urdhë i Zotit të mos zbatohet. Atëherë thot: "Wa ja'ala la yaltafitu ilayha." Hiç që ka këshir. Allahu që ka thonë leq aty edhe hecti. Edhe hiç që ka këshir. Atëherë faqalet, atëherë pas shumë klithmave, ku po na le, çish po na le, pa njeri, pa ujë, pa buk, atëherë për një moment i kujtohet Haxherit. Edhe din se cila gjuha e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Faqalet: "Allahu alladhi amaraka bihadha." I thot: "O Ibrahim, a Allahit ka thonë qështu? A Allahut ka urdhëruar qështu?" Qal: "Naam." Ata kthehet Ibrahim thot: "Po, o Haxher, Allahu më ka thonë qështu. Qështu Allahu më ka thonë." Atëherë thot Haxheri, nana e Ismailit alayhi salatu wassalam, thot: "Idhan la yudayyi'una." Atëherë Allahu s'na hub. Atëherë, masi Allahut ka thonë, Allahu nuk na hub. Thumma raja'at fantalaqa إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه. Thot Ibn Abbas radiallahu an, thot Haxheri pasi që tha atëherë Allahu nuk na humb, thot kthehet Haxheri dhe vazhdon rrugën Ibrahim alayhis salam drejt Palestinës. Kur mrin me një kodër të nalt, atëherë ai i sheh ata se shohin. A i shepi larg, ata Haxheri edhe Ismaili nuk e shohin, edhe se ka qenë Ismaili shumë i vogël. Atëherë ndalët drejtim Qabës, i ngrit durt e para Zotit te bareke ve teala, i ngrit durt e veta për para Zotit xhelel xhelal dhe bën këtë dua në surën Ibrahim. Allahu subhanahu wa taala thot në ajetin 37: "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'." Veni në të ndërrumë njëma këtë moment, sa emocionus, sa i dhemshur ka qenë për Ibrahim a.s. Ka thënë: "O Zotë jonë, unë i lash familjen time me një shkretin, pa uj, pa gjelbrim, pa pem, gajri dhi zara, as një loj bime nuk e ka." Pasaj qëfar ka thënë? Ka thënë: "Inde bejti kel muharram", të shtëpia e jote të veni i shenjtë. Se Allah thot që tu ka më kanë shtëpia, ma vonë do të vene me ndërtue. Masi ta sprovoj Allah me therrën e djalit, ma vonë do të vene, ku të rritet Ismail a.s. Allah do të që këtë ven, ki me ndërtu shtëpinë e Zotit gjelle fi ula. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot Ibrahim a.s. "Rabbana li uqimu s-salata." Thot: "O Zotë jon, i lash që tu." Për çka i lave? Që ta fali namazin para hajës, që ta fali namazin, që të falën. Ma e rëndësishme me ba e vladin me u falë se me hangër. Sa për i prindërve kujdesë, do të s'ka hangër, e thirë në telefon: "A i dhave gjallit, a i dhave qikës, këshirë dhe njëherë, a i dhave me hangër." Apo, cili thirë: "A u falë, a e fali akshamin, a e fali jacien." Allah i përmisov të vlatë të tonë, ja Rabbal Alamin. Shiko që ka tha Ibrahim a.s. Mit disë shkretine, as buk asuj, tha: "Rabbena li uqimu s-salat." O Zot, i lash që tu, që të bëhen namazit, që të bëhen namazit, le të falem për para madhërisë tane. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot Ibrahim a.s. "Fej'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim." I tha: "O Zot, zemra i ka dhimbë." Ata minjarë mas asaj që ka thonë: "O Allah, ti e di që ka kam mrejna, edhe e di që kam jashtë. Unë edhe pse për mana pi për jashtë, mrejna zemra më gjek me elon e vladin mit diskretine." Qka tha? "O Allah, bani zemrat e kitë njërzimit me dasht me arë qëtu. Sikur që unë i la qëtu, bani kitë njërzit me dasht me arë qëtu."
Dhe Allahu subhanahu wa taala u ka përgjigj. Dhe nuk ka vend si qabja e Zotit xhel xhelalu që zemrat e muslimanëve janë të lidhta para shtëpi. Ha? Apo, dhe sabri muslimanëve që shkojnë të parën herë atje, çka thonë kur vjen këtu? Thot, unë erdha këtu, unë jam alagje. Zemra agje, unë këtu. Nuk ka musliman që shkon qabe e që ka mundësi kur të kthehet me thonë, o thot unë mend të këta gjën qabe i kam. Se Allahu xha ka përgjigj lutjes Ibrahimit alayhis salam, Rabbana, ha. Çka thon? Faj'al af'idatan minan nas. Bëj zemrat prej njerëzve që të vinë dhe të lakmojnë në këtë vend. Ku në këtë vend në shkretin, ama në qatë shkretinën Allahu subhanahu wa ta'ala sakton shtëpinë e vetë, shtëpinë e muslimanëve. Thotë Allahu xhelle xhelaluhu, warzuqhum min ath-thamarat. E tash vjen risku. Ka thonë o Zot, edhe jep ju fryte me hangër. Shikoj të ndërruam një herë falësh, mësane ha. Ne e kena ndruar fatkeqësisht a muslimani thënë vetës. Një herë të hajna e mësane në të falmi. Çka tha Ibrahim se o Zot e ta fali namazin, por me hangër. A ka vend dunja si qabja që ka me hangër? Kush e ka në di? Se s'ka hajë llojt hajëve që ekziston në dunja veç ati që ti e kje. Sepse Allahu xhelal çfarë thon? Yujba silën pikit dunjajës ushqimet që aty. Çka ka aty? Se në kitë dunja janë shpërndame, aty janë kitë mledh, ta kitë. Se kitë dunjaja shkon aty. Dhe kitë cena të kime një vend. Thot Allahu xhelal xhelaluhu, thot la'allahum yashkurun. O Allah, jep ju edhe risk, ndoshta të falenderojnë dhe me shpresë të falenderojnë ti. Pastaj ka thënë Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi. O Zot ka thënë, ti e di çka kena mrejnë ana në shpirt. Wa ma nu'lin, dhe çka kena për jashtë. Se njëri ka një herë mahat i për jashtë, ama zemra i digjet, zemra flak i qet. Se kalon gruajën e vet, familjen e vet, e vladin e vet. Apo me e lojnë në shtëpi me këta saltanatët, apo me këta të mirat, e ka nxehtë, e ka komod, edhe 100 herë. A o mirë? A o mirë? Kënë shkretin më regalon, shkretin, mitë diskretine. Vazhdon Ibn Abbas radhiyallahu anhu dhe rrafet. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay." Allahu nuk i fshihet kur gjë në dunja, as në tokë e as në qiell. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail wa tashrabu min dhalika al-ma." Fillon ala Ismailit me dhon ushqim, mi dhon Ismailit alayhi salatu wassalam dhe pin pe ujit që ja kishte lënë Ibrahim alayhi salam në atë vorbën e vogël, derisa harxhohet uji. Harxhohet se ka pas pak aty. Atëra atishat wa atisha ma ibnuha. Fillon me kap etja. Edhe e vladin e vet fillon me kap etja Ismailin alayhi salatu wassalam wa ja'alat tanzuru ilayhi yatalawwa. Thot Ibn Abbas radhiyallahu an, e sheh Hajeri djalin e vet Ismailin si rrotullohet në përshkretin bisikletit ujit. Ha, e shef duke rrotullu. E vladi cusil, para menot tash nana që shnien në këtë moment. I po këtë këto momente Allah ja ka kompenzu Hajerit. Hapat e tuaj Hajeri ka thonë kanë mi pas pjesë të haqit musliman. Safa dhe Merwa rukën i haqit. Safa edhe Merwa me shku inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Dy kodra janë Safa edhe Merwa. Për pjat pinjanës anë dhe tjetër anë 7 herë o kusht i haqit, kusht i umrës. Qka i bije që si ban s'ki haq. A kupton qëfar ku Allah e ka po pjesë themelore të një shtyllet islamit. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, thot Ibn Abbas radhiyallahu an, thot e shikon të nana e vet Ismailin se si por rrotullohet në shkretin. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilay. Ka fillu me vrapue se ne ka këshirë djallin. Se ne ka këshirë djallin që ishë për rrotullohet. Apo shikoni të ndërum xhamat. S'ka thonë për shembull nga frika që ajo vetë është e etur, e ka harru vetë, se njeri harrun vetën kur e ka vladin. Që ka thonë, pitë këtë të vladit ka fillu me vrapue. A ne, krejna, mbi të shkretine. E ka thonë Ibrahimi a.s. Fa wajadat as-Safa aqrab jabalin fil ardi yaliha. E ka gjetë Safa, kodrën e parë që ka qenë mas ngati ku e ka thonë Ibrahimi a.s. Dhe çka ban? Hip në kodër. Mos përshetën e njeri, mos po vetë dikush, mos ka doni ujë, mos ka doni buk.
Në ciklet, njëri bicikletit lëviz të bëjë diçka. Thot فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من السفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة. Thot ka hip Safa, ka këshir, a ka dikush, a ka dëni uj, ka këshir mirë, s'ka. Ka zi prap lugin, poshtë. Që të bëj? S'kam uj për vladin. Se ka fillu as vetë s'ka. Se i qumë shti bëhat për i ushimit nanës. S'ka. Atër që ka këshir, ka hana tjetër, e ka po një kodë tjetër, thot Ibn Abbas ka qenë Marwa. Ka qenë Marwa. Atër e thot Ibn Abbasi, sa'jel insan el megjhud. Ka vrapue si njeri cili joni raskapit në lodhje, raskapit në shpirt se e vladi s'ka me pi, edhe raskapit vetë që s'ka me pi për veti, edhe raskapit emocionalisht që s'po mundet me ushqije e vladin e vetë. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu ardha, atër ka shku në Marwa, fe kamet alejha. Ka shku në Marwa dhe ka është ngrit në Marwa. Apo, andaj ku shkon haqë edhe në umre e di, shkon Safa edhe nalet, pas taj vrapon dhe në Marwa, pas taj në Marwa nalet, bandua, lutët, qëtësor, se qështu ka pos haqeri, nana e Ismailit a.s. nga i cili Ismail është nipi i fundit për pejgamberve Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi sallam. Thot Ibn Abbas radhiyallahu an, thot hipin Marwa, s'kish kërkush, shkretin, nuk ka askush. Atare fa'alet dhalike 7 marrat. Atare bisikletit, se ty s'ki ka shkon, e ka bo që këtë operacion dhe këtë trajektore ca 7 herë. Safa, Marwa, Marwa, Safa. Apo, një herë, logaritet 1, pastaj 2, pastaj 3, pastaj 4, 5, 6, 7. Pse përmejmi qëta? Se shumë për i umregjive tonë, edhe agjilerve tonë, ka njerë gabojnë, sidomos kur se kanë hoxhën ati, vazhdojnë 8, 9, apo, e logaritin 2, 1. Apo, edhe për shemë dhe qëti, për shemë ju ka lodhë, ka rëskapit ketë, thot që o gjo jam te 5, a i te 10, a i thot jam te 5, kur të këshish u ka këput ketë, jo, 1 Safa, Marwa, 1 qkume, 1 logaritet. Marwa, Safa, 2. Kështu e ka bo Hajeri radhiyallahu anha wa ardha. Thot atare, thot Ibn Abbasi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fadhalika sa'yu an-nasi bainahuma. Ka thonë kjo është sa'i në haqë dhe umra, ka thonë me Safës edhe Marwas që e bëjmë ne shkaku që ka bo Hajeri. Që e bëjmë ne shkaku që ka bo Hajeri عليها السلام. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا. E kur ka shkue në Marwa të fundën herë, që ka dha? E ka një nizam, e ka dëgju nizam. Thot, faqalet sahin. Atëre i ka thonë vetës, shuj pak, s'ka po këtë mi thonë, e fëmija në gjinë, ka thonë, sahin, shuj pak, se e dëgjova nizam. Thot Ibn Abbas e ka pas për qëllim vetën e vetë, se s'ka pas kujtë mi folë. Pas taj ka fillu me u koncentru pak ma shumë, pika po vjen kiza. Pika po vjen kiza. Fesemiat ejdan fe kalet, qad esma'te in kanet indeke gawathun, fe idha hia bil meleki inde maudhi zemzem. Atëherë e ka dëgjue, fesemiat ejdan fe kalet, qad esma'te in kane indek. I ka thonë, të kumë dëgjue që dishka ato lëviz, që se ki dishka me në një mu, se se ka pa qka është, ka thonë kush do që je, po të dëgjoj që ki me më një mu një mom, një gruje vetë me fëmijën e vetë. Atërë thot Ibn Abbasi ka qenë meleku Gjibraili a.s. I ka arë Gjibraili a.s. të veni zemzemit, fe bahathe bi aqibihi. Atërë e ka godit me krahun e vetë, bi gjenahihi, e ka godit me krahun e vetë Gjibraili a.s. dhe ka shpërthi uj. Dhe pja saj dite, deri sot, bunari, pusi, i pandal që më i mirin bot, është uj zemzemit. Ka thonë pejgamberi a.s. është edhe uj, edhe ushqim, edhe me cilën doa që e pi, që ata Allahu t'i përgjigjet. Dhe këtë këta nuk e ka kërkush as një për ujeve, përveç uj të zemzemit. Deri sa thotim një Abasi, del uji, fejealet të hawidhuhu. Ata dhe fillon nana e Hajerit e mledhe ban si grop.
E del uji, ajo e mbledh mos hikë, mos shpërndahet. Ha? Wa taqulu bi yadiha hakadha wa ja'alat taghrifu min al-ma fi siqaiha wa huwa yafuru ba'da ma taghrif. Ka fillu me e ba si pishin, tu hawidh, apo që mos dale më të shka përderdhet, dhe ka fillu me mor uj me qitë të vorba e vet, të ena e vet, të lëkura e vet që ka pas, që e ka lënë Ibrahim a.s. Atëre, e ka mor me dur të veta, dhe ka fut në që t'i jape e vladit vet uj, Atëre, قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كثم بيغمبر صلى الله عليه وسلم يرحم الله إسماعيل كثم بيغمبر عليه الصلاة والسلام الله مشروف نان الإسماعيل هاجر الله مشروف لو تركت زمزم لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا كثم زوت مشروف نان الإسماعيل sikur mos të kish bën me dur, kështu me e bë si pishin të vogël aty me dur të veta, e shpejt e ka marr me dur të veta, me qitë të vorba e vet, të ena e vet, të shishja e vet, thot pejgamberi alayhis salam, mos ta kish bën që ta kish me qenë zemzemi lum i pandalshëm. Lume kish bë Allahu subhanahu wa taala. Por shkak goditjes të madhe që ka bërë Jibril alayhis salam. Po kaderi Allahu xhelalu gjithmonë i paraprin çfarë? Veprimeve të njerëzve. Mirë po pejgamberi sallallahu ka dashur me tregue fuqinë e goditjes Jibrilit dhe ujit të madh që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në atë vend. Ama kaderi Allahu ka qenë që të bëhet pus bunar, nga i cili do të pinë arabët deri sot muslimanët që shkojnë në hax dhe në umra. Thot Ibn Abbas i fesherivet wa ardha'at waladaha. Atar pi për veti, pastaj jep edhe vladit vet, pastaj jep edhe i gjinje vladit vet, sepse furnizohet me ujë. Fa qala laha al-malak la takhafu ad-day'a. I thot meleku Hajerit, thot mos u tutni, nuk ta hub Zoti fëmijën. Ajo grajën e ka të fëmija. Arab day'a i thon fëmijës, thot nuk ta hub Allahu fëmijën. Nuk ta hub Allahu fëmijën, Allahu ka mirujt. Allahu ka bëhe disa prej madhështive që të cilat do t'ju ndodhin juve. Fa innaha huna bayt Allah. I ka thon Hajerit meleku, ka thon Jibril alayhis salam, këtu është shtëpia e Allahut. Këtu është shtëpia e Allahut. Të ndërun xhamat, veç dilni pak në skenë, në shkretin, dhe bënë një komunist, një ateist, një agnostik, një njëri që i ka dishime. Çfarë shpijet Allahove bukë s'kena me hongër na, ujë s'kena me pije? Po këtë janë shpi pejgamber, këto e njerëz pejgamber, kjo familje pejgamber është. Ibrahim a.s. Ismail a.s. Nana Ismailit, familje e madhe, kanë besu Zotit madh xhelel xhelalu. Sikur që shumë prej muslimanëve sot fatkeqësisht apo e vendos veten dyshim, a thu musliman kanë me fitue, po kanë me fitu, se Zoti ka thonë, jo pse na po thojna, se Allahu subhanahu wa taala ka thonë. Apo për këtë arsye, kjo do të vinë atë do vi se tash jemi të rrofie. Çka ka ndodhur? Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu i tha meleku, mos u tutni. Allahu nuk ju hub, Allahu nuk ta hub vladin. Pse i ka thonë nuk ta hub vladin? Se sekretit e vladit e ka. Allah nuk ta hub vladin. Ka thonë këtu është shtëpia e Allahut. Ha huna bejtullah, që tu bejtullah, shtëpia e Zotit te bareke ve taala, yabni hadha al-ghulam wa abuhu. Çiki ka me ndrejt me babën e vet. Ai baba vet ka shku, çiki ka thonë, ka me ndrejt bashkë me babën e vet. Wa inna Allah la yudhi'u ahlihi. Ta dish ka thonë Hajer, sa Allahu njerëz të vet nuk i hub. Ju jeni njerëz të Zotit. Kjo pejgamberi Allahu, burri jot pejgamberi Allahu pejgamber të vet nuk i hum. Wa kana al-baytu murtafi'an min al-ardi karrabiyati ta'tihi as-suyulu fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi fakanat kadhalika hatta marrat bihim rufqatun min jurhum. Thot Ibn Abbas radhiyallahu an, e te veni ku an sot qabja, ka qenë pak e ngritur ai vend, ka qenë pak si i ngritur. Edhe sa herë ato shtillat që aty ku i ka thënë Allahu subhanahu ha huna, që do bane shtëpinë e Zotit te bareke ve teala, çfarë ka ndodhur? Thot sa herë që ka ardhur dëni lum apo shi apo ujë, pasi që ka filluar mu gjallënua ai vend, edhe në gjatë viteve pas Ismailit alayhis salam, pasi kanë ardhur Jurhumi, fisi Jurhum, çfarë ka ndodhur? Thot e kanë mbajt këtë vend herën aton, herë këton. Por të regu se Allahu subhanahu wa ta'ala sado që e lëvizin lumejt e valet, ajo që ka me ndodh. Ka me pru Allahu në vendin e vet, gjithë shka në vendin e vet. Atëherë, thot Ibn Abbas radhiyallahu an, ka qenë kështu një kohë të gjatë, edhe një ditë për ditëve kalojnë një grup karavan njerëzi prej fisit Jurhum. Një fis Jurhum, arab të kulluar. Jurhum.
Thot Ibn Abbasi, muqbilina min tariqi kedain, kanë ardhur prej një lagje, ka qenë në atku keda, i kanë thonë, është edhe një orë sot. Kanë ardhur piçanera që kifisi. Edhe fanazelu fi asfali Mekke, kanë nejt në skajin më të poshtë të Mekkës. Farau ta'iran aifan, faqalu, e kanë pa një zog pak mane duke u sill. Kur e kanë pa zogin duke u sill me një vend, çka kanë thonë? Pas ka ujë aty. Ka qenë mungesë e ujit. Kanë qenë mungesë e ujit. Edhe çfarë ka bërë? Kanë thonë, shkojmë te çaj zogi ku po sillet aty, mos ka doni ujë. Kur shkojnë atje, para se me shku, thot Ibn Abbas radiallahu an, kanë thonë, çiki zog nuk sillet pas për ndonjë ujë. Kanë thonë, a na e dim që kur ujë s'ka pas tu? Na e dim, mote kena kaluar në këtë pari, kur s'ka pas ujë. Fa arsalu jariyan, e kanë qu një njeri, shpejt e shpejt ka thonë, shko vrap te çaj veni, qyre kusha, se na e dim që s'ka ujë. Kur është kthie, e kanë gjetë ujin. Fa raja'u fa akhbaruhum bil ma'i fa aqbalu. Qala wa ummu Ismail inda al ma fa qalu ata'dhanina lana. I ka kthi ki djali, ka thonë pas ka ujë. Ishte një gruaje me një djalë. Kur janë kthi komplet grupi, Jurhum, fisi Jurhum. Dhe prej tyre martohet Ismail alayhis salam. Dhe çfarë ndodh? Kur vin këto, shikoj të ndërum xhamat. Dhe këta ka përmendur Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala. Kanë qenë burra të mëdhoj. Kanë ulë thonë hajt largoj për këto. Jo, Allahu xhala ka rujt, por e ka kallzuar dhe fistikrin e arabëve të vjetër. E arabëve të vjetër. Çfarë ka ndodhur? I thojnë: "E të edhenin e lena a na jep ti leje të ki ujë, se ki ujë joti jo. Ki vend kur ujë s'ka pas. Ki ujë ka sigurisht i joti është." I thojnë: "A na jep ti neve leje që ne të jetojmë afër teje, që jetojmë afër teje, shkaku edhe i ujit, se ujë kemi nevojë për ujë." Atëra fa qalet na'am, walakin la haqqa lakum fil ma. Ajo ka thonë po, ama s'kini hak të ujë. Ka thonë djetar, që ka thonë s'kini hak të ujë? Jo muni me pi ujë, ama ujë jo jemi, pusë jo jemi, bunari është jemi, ta të ndojna prej në fillim. Kalu naam, ka thonë po, në regull jemi, veç të rim që tu afer, përshkak se pas ka ujë, ku po buron ujë. Dhe të nërumë në kalumën, edhe në kone pejgamberit alayhi salatu wassalam, ujë ka qenë problem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por çemu ka pas do bunare që ka pas merak më shumë, ku ka pas ujë më të pastër. Edhe me bunare kanë shku sahabët, ja kanë marrë për atje, që t'ja japin pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe bunarët i keni mimri edhe na, dhe kanë mri pleq që kanë pi me bunare. E sot për shembull njerëzit kujtojnë se ka ardhur, për shembull kjo munira me çeshme, kështu me kanale, kështu me radhë, s'kan qenë gjithmonë. Uji ka qenë problemi i madh. E tash na u ka bën nafti problemi i madh, apo? O gjona tranun e kanë hip shumë nalt. O njerëz për ujë kanë luftuar. Apo për ujë kanë luftuar. A ne nuk i dije se njerëzimi ku ka me kalu nësa ma vonë ka me pas problem për ujë. Ndërkohë që na kemi problem ala me benzinën edhe me landët djegse. Thot Ibn Abbas radiallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa alfa dhalika umma Ismail wa hiya tuhibbu al-uns. Pse I ka lanë nana Ismailit? Ka thonë ta heke pak këtë egërsinë e shkretinës. Në të ne edhe në njeri që du pak, në të lëvize. Se njeri ju pa njeri vëzë së mban. Ka thonë anin e të pinë ujë, e ta morin ujën, po ka thonë lëvize të ku pak, se shkretin e madhe. Dhe këtë njeri që lëviz këtu. Atëra zbresin këta, I marin fisët e vetë atjera, ju të regojnë se është një bunari cili s'penal ujën e iq, vazhdimisht përshlën ujë dhe mujna me jetu këtu. Dhe këtë të regojnë vëzë ku ka ujë, ka jetë. Ku ka ujë, ka jetë. Atëra shkojnë I morin krejt familjet e veta, idha kana biha ahlu abiyati minhum wa shabba al-ghulam. Thot Ibn Abbasi, vin fisi Jurhum edhe çfarë? Edhe jetojnë aty. Dhe fillojnë edhe tani njoftohen me këtu rrit Ismail alayhis salam. Thot Ibn Abbasi, wa shabba al-ghulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum. Thot fillon murit Ismail alayhis salam dhe mëson gjuhën arabe prej tyre. I pari prej pejgamberëve I cili këtë gjuhën e Kur'anit, që ka ne në ka zbit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I ka zbit Kur'ani me këtë gjuhë, I pari që e ka thanë është Ismail alayhis salam. Që këtë gjuhë, andaj ta'allam al-arabiyya, e ka mësu arabishtën, që këtë arabishte prej kujna pitfisit Jurhum. Apo pitfisit Jurhum. Thot wa anfasahum. Thot edhe
ej kathurat raghbatuhum fi, dhe kanë fillu me pëlqy shumë Ismaili alayhis salam. Djali mirë, djali pashëm, djali butë shumë. Allah ka thënë halim, shumë i butë. E njëri që pa i don njëri butësien, nuk e do e gërsien. Njëri që pa pi fëmijëve të vet bile. Nëse ka njëri më të butë, tjetrin pak më tepër thot, po tu ditë më janë më, çiki pak më i mirë që kjo. Butësia, kur e kanë pa Ismailin fort djali kanë filluar me e dash, pastaj do t'i propozojnë nuse. Marrin nuse. Pse? Se ka qenë fëmijë i mirë. Thot Ibn Abbas radhiyallahu an, thot wa a'jabahum hina shab. Dhe kur ka filluar me mor, domodin me hinë moshën madhore, u bë djalë i ri, prej në familji, thot atëra kanë filluar shumë me pëlqy. Shumë me pëlqy. Tu do të ndërrum xhamati Ibn Abbasit te kalon, Ibn Abbas do të vazhdon, mi po ne do të vazhdojmë nesër me lenin Allahu te bareke. Ana këtu do të vazhdojmë rrofimin pak më andej, po çish tu para se mu martu, Ibn Abbas i kalon drejt e martesa. Që tu ndodh sprova e kujna, e therrjes. E fillon me mësuar arabe, edhe kur i ban 7 vjet, në transmetim tjetër 13 vjet, kthehet Ibrahim alayhis salam. Kthehet Ibrahim alayhis salam. Edhe i thot, ha inni ara fil manami anni adbahuk. Leje që u ka rrit vet, pa bab, veç me nanën, gjithë zahmete, vjen Ismaili dhe Ibrahim alayhis salam për vizit. Edhe i thot, o djali jem, e kum pa në andër me të prej, me të therë. Apo, kur ka ndodhë kjo? Kur i ka pas 7 vjet. Në transmetime dikun 13. Këtë do të shohim në ligjëratën e ardhshme, me lenin Allahu te bareke ve teala. Mirë po sa për informacion. Këtu Ibn Abbasi te kalon këtë pjesë në surën Safat, të tregon Allahu subhanahu wa taala detale. Tani Ibn Abbasi tregon rrofimin e përgjithshëm dhe vazhdon duke kaluar se si u ka rrit Ismail alayhis salam. Andaj këtu marrë mend, piçëtu kur i ka pas 7 vjet, vjen Ibrahim alayhis salam dhe e viziton. Në vizitën e parë çka i thot? Duhet me të prej. Sa herë që vjen kanë urdhër ja bë. Sa herë që vjen kanë bar nga ngarkesë sheriatike ja vendos. Apo, do ta shohim se sprove e madhe ka qenë therrja e vllaut. Allahu xhela ka vendos në Kur'an në surën Safat, wa tallahu lil jabin, se si e ka ftyrën e vet ka në atë cungun për me e prej. Që sprove e madhe për Ibrahimin edhe për Ismail alayhis salam. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, falamma adrak, kur emrin moshën e pjekurisë, hinna bilik zawwajuhum ra'atan minhum. Ja propozojnë një gruaje, fisi Jurhum, thonë martoje një gruaje pineve. Edhe marton Ismaili alayhis salam, edhe i vdes nana. Hajeri vdes. Atëherë, pas viteve të shumta, krijon familjen Ismail alayhis salam me njërin prej grave të fisit Jurhum, edhe vjen e viziton Ibrahimi alayhis salam, Ismail alayhis salam, ta shohë çfarë familje kanë, çfarë gruaje ka marrë. E kjo është ndërruar xhamat gjithashtu edhe e rëndësi e madhe. Ibrahim alayhis salam prej në Palestinë ka ardhur në Qabe në Kam, dhe këtë lëvizje të Kamit ka bë. Vesh ta shohë me çfarë gruaje u ka marrë djalë. Apo, që kjo shumë e rëndësi. Që ka vlad bën biçasoj mua. Ai nipat mi bën biçatë. Ta shoh me çfarë gruaje u ka marrë. O shumë e rëndësi që ta shohën ata. Jo, po habe s'ka lidhën ta morrin ja. Ai një ka më morr, po një ka më morr, po nuk e di çka të bëj. A të bëj gat të shtëpia, a të bëj lule. Dhe në dy çka më të prunë. Ka ardhur Ibrahim se na pim Palestinë, ta shohë çfarë nuse ka marrë djalë. Ha, falem yajid Ismail. Se ka gjetë Ismaili. Ku Ismaili si ka kallzu kusho? Ta testoje. Nuk e ka kallzu kusho. Çka thonë jam baba Ismail, sa jo kish nismu marru, kish aktrua. Si ka kallzu Ibrahim alayhis salam. Ka ardhur edhe ka thonë, a kush jeni, çka jeni? Ka thonë, kush? A ka Ismaili këtu? Jo. Fasa'ala imra'atahu anhu. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Ka thonë, kush Ismaili? Ka thonë, ka dalë në gjuhë e tij me lip për ushimin e vet, aksumarat. Atëra i ka thonë, çish peçoni? Si është jeta juve dhe çka mundesh më na thonë ti për këtë martesë dhe për këtë bashkësi që e keni? Faqalat nahnu bi sharrin. Ka thonë, ma këtë se na kur kush nuk ka. Sherrë na ka kap, e keqë na ka kap. Nahnu fi dhiqin wa shiddetin fa shakat ilay. Ka thonë, kena zorë, kena ngushtim, s'kena me hangër. Dhe ka fillu mua anku, s'kena, që plot pigrave. Apo, i ka këtë të mirat e Zotit. Edhe veç ku t'ja nise, po ama ruju. Si t'ja nise, po ama ruju. Se ajo mosarena ka me ta prue standardin e gjenetit në tokë. E ti thu, po qish me e babe, oj miskine, qish ta bajone.
Se sën ta bibe gjenetin Allah në tokë. Po banu be ti adhuru se Zotit fitoj e gjenetin. Ama e sheti që i plot pigrave, shpirtin ja uhajnë burrave dhe qfe? Kur gjon. Edhe me këtë kur gjon, veç e gërrin zemrën e burrit, veç e gërrin. Kur gjon. Ora këtë mirat i ki, qka të mungon? Kur gjon. Qka ki bon, hajtë kalzon të. Dhe kjo vëllezër pejgamberi sa se më ka palemru piksajna. I ka palemru gratë. Mbyllë se e hangër shpirtin. Ja shpirtin burrit vetë. Ai insani me këtë takatin e vetë monohet. Apo, këto e vlad, veç unë biriti. Se tja, apo s'ta intereson ti për këto e vlad, veç ti s'ti intereson. Kjo është gjuhë shuar e ignorancës së grave. Dhe kjo gruje, si ka pëlqi Ibrahimit a.s. Kër ka nisë më ankuhe. Atëherë, i thot, najna shumë keq. I ka thonë, fa idha gja e zawjuki faqra i a.s. Se ka prit. Ka thonë, ku të vene burri jëtë, bani selam, jepi selam, wa kuli lehu en ju gajra atebet e babi. Ka thonë edhe thuj, ka një plak, tha, dhe bani selam ndroje pragun e derës. Se ka morë vesh miskinja, pale që ka thonë, ka thonë pragin e nëzare se këna pragin e mirë. A pa në bile mirë ka du, ka thonë, po që Ismailis po interesohet për pragin, du të me ndru pragin, a i këshia, e ki po këtë dirë të kishë ndruhet në ala me të vjetat, me 88 jena. Pse, me grije, haja shpirë të ketë, mare me vorin banja, pa po, do gra janë, o ti banja me vorin, pëse si ja ban vorin, hajde me vorin, me sanëk, du të me bo tradit do gra, merë sanëkin me veti, barëm të dhe se mini arstinë që ati. Shiko, ka thonë thuj selam bani, në të ndroje pragin e derës. Ajo se ka morë vesh. Atëre, kur ka arë Ismail a.s. E ka një erën, ka në konë dikush. E ka një erën e prindit vetë, ka thonë, pejgamber kanë qenë atë. Ka thonë, pa dilvizje, pa diçka, nëse shejën. Ka vërejtë se diçka faqal, hal ja'akum min ahad? A ka dikusha? Qalet, naam. Ka një plak, kështu dhe ka fillu me përshkrujt. Mikrën e barë, një plak, ardhë, veç veti do pyjtje dhe ecë. Faqalet, kana shejkh, ja'ana shejkhun këdha wa këdha, fa sa'alana anka fa akhbartuhu. Tham veti për tyja dhe unë i kalzoha atina, edhe më tha qysh po jetoni, edhe i kalzoha se na e kena shumë zorë, edhe na shumë vështisi, edhe i tha, atë la dëni nasihat, e ka ditë baba veç ka full, hele usa kibi shik, atë tha dishka, qalet naam, tha po, tha me të thonë selam, me të përcjell selamin, edhe alhamdulillah që ka du që i ka përcjell selam, se ka do dhe s'kalzojnë. Thotë ti i thu, qoj selam, si qoj selam, thotë në mësë më pajtohën. I thu ti, bani me selam, ajo i thotë, hiç kishte su ka po. Se thotë, jo me afru selamin, thotë mësë më ndrejt punë me ata, a zban me ndrejt punë me ata. Apo, po kjo alhamdulillah ka përcjell selamin. I ka du që ka po selam. Atar i ka thanë, dhe të tha bani selam, edhe thuj, të ka urdhnuhe, ndroje pragin e derës. Atare, i ka thanë, Ismail a.s. Dhe ke ebi, kjo baba jam, kjo ka qenë baba jam. Ka thanë, vë kad emrani en ufariqaki. Ati që më ka thanë, oj ti miskine, më ka thanë me të shkërërzu, hetë, largoj, si për muti, mu më ka thanë me të shkërërzu tije. Edhe ilhiqi bi ehlik, shko të familja jote, e ka shkërërzu. Qështë shkërërzohet? Aba, burri e shkërërzon grujen. A fatë këtësish na, shumë për njerëzve, sidomos të mërgimi, Allah jo drejtoh, vjen thot, o gjë më kalon gruja. La ilaha illallah, o Allah nuk ka ben islam me të granë gruja. Më kalon, thot o gjë. Po nuk mërë me të lona jo, më kalon. Më burri e shlon të ndërum gjëmo. Et talaku më rrëteni. Talaki janë diher. Apo, tretën, o e ma, o e shlon. Ama Allah jo kërë thot, thot talliku hunne. Allah thot, nëse do një mi shlu, ju burra shloni. Ama që kanë ndru standardet, gruja e shlën burin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah i rujt burat e muslimanëve. Edhe i dhash sabër me këto gratë të cilat shlojnë talak, bojnë talak. Burin e shlon. E po normal se kur martohesh për dokumenta dhe për letra, mos ani ajo edhe e merr të drejtën e talakit. I thotë shko te shtëpia jote, fa talaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. E ka lshu ata dhe çka ka bën? E ka martuar një tjetër. Se ka kuptuar se Ibrahim a.s. atë porosia ka dhënë. Pastaj, pas një kohë të gjatë, vjen Ibrahim a.s. prapë e viziton. Njët nuk e gjen Ismail a.s. Hin të gruja e vetë, edhe e pyet për Ismailin a.s. I thot, ka dalë në gjuheti, se gjuhetia ka qenë në kohën e Ismailit a.s. I ka thonë, kejfe entum, qysh peqali,
si po jetoni, si është jeta juve, dhe ka fillu me e vetë për detalet e jetës e ti. I ka thanë, ajo gruaja, nahnu bi khairin wa sa'atin wa athnat ala Allah. Ajo të ndërëm gjëma. S'ka ndru gjendja Ismailit shumë e shumë, po ka ndru shpirti kësaj gruaje që tërnjeri o kjo. Ka thanë, ma komot se na se ka kërkush. Elhamdulillah, pi Zotit madh, gjelle gjela, athnat ala Allah, ka fillu me lavdru Allahin. Elhamdulillah, kena uj, kena buk, kitë mirat i kena. Do më thonë, shikot të ndërëm gjëma, i njëta shpi, i njëti prag, se ka ndru pragën, e grujën e ka ndruhe, i njëta qati, i njëta buk, i njëti Ismail, ama gruja ka ndruhe. Gruja ka ndruhe. Andaj, fitilin jashti gruja, ose nuk jashti. Gruja është ajo, a e ma shpijen, a nuk e ma. Gruja është ajo e cila e ban familjen e burrit me një ven, ose ajo e përqan. Kitë këto i ban gruja. Për këtë asfi Ibrahim e se ka thënë parën, shle. Kjo kritianisi që shtu me ankue, këna ban copa neve, e s'largoj. Të ndërum një manë, besimtarët më konë si qelë. Mos më leju e dikush, apo. E kini pa dojë morin vesh, mas jam martu, thot, lebe mora vesh të shpjes të me këtë budalë dhe shinkan. I ka ardi budalisë të shpia, kjo i ka dhusë, kitë budalë kanë në kanë. Në 30 vete ka morë vesh. A hina me në mirë që ka bojnë, të ndërum që ma. Qish beti, a hi be mirë që i du bove. Qish be mune një njëri më martue, e me thonë, erdhë kjo. Po ku erdhë kjo, ku pika erdhë kjo. Andaj, është ma mirë me ndru një prag, se ti me ndru e 30 praga, me 30 njerëzi më prish, për çka? Me 50 familjar, për një gruje. Ajo me kone mirë, du të me të pat me këto 50, ajo me të prish me ato. Kërta shqipe si më të përkon shumë i kujdes shumë. Kërta shqip sa ajo për janis me kalzu, jo valla ki kështu, mbëllë. S'kiti mu që më kalzon për familjarët e mi. Mun është me dhanë nësjat, mun është me dhanë kshila, mirë po mi prish lidhe të ndërum që ma. Ajo sigur me thonë për shemë, për që shpikën. E njëta, sigur që ti e në shpitë e eme, ata janë në lidhje gjaka. Thot Ibrahim a.s. I kanë thanë, ma ta'amukum, qka hani, qëfar ushimi kini? Kalet il lahm, mish. Fe ma sharabukum, kalet il ma, tha uj. Uj të ndërum gjëma. Uj ndërko që në frigoriferat e muslimanve vlojnë sokat, langjet, pijet, e lojshme, apo? Ama përshimu t'i ablen 5 loj langjet, thot, as pas ke bledha si qetëra, po qeve pesën, po ma dhe, do ma dhonë gjithë mona në diçka një janë në men që i mungon. Dhe këtinve kur gjo nuk i plëcon, po zvorë që ka i plëcon. Allah i drejtof, ja Rabbel Alamin. Andë që ka tha, mish edhe uj. Pi gjuetijës edhe uj pina. Kale, Allahumme barik lehum fil lahmi wal ma. Ka thonë Ibrahim a.s. Pse i ka pyt? Ka thonë, o Allah, bekojau, jep ju bereqet kësaj familjes të ime, edhe në mish, edhe në uj. Edhe në mish, edhe në uj. Kale nëbiju sallallahu alaihi sallam, atërë thot Ibn Abbasi, fe huma la yakhlu alejhima ahadun bi gajri Mekke illa lam yuafiqah. Kale fe idha gja e zawgjuki faqra'i alaihi salam. Ka thonë, kur t'vjene buri jot, qoj salam. Se ka prit Ismail sallallahu alaihi sallam. Ka thonë, kur t'vjene buri jot, qoj salam. Wa murihi yuthbitu atabat babi. Tash të kundërt e ka thonë. Ka thonë bani selam edhe thuj, urdhër, ka urdhnuar baba jot, vizitori. Shtrëngoje mirë pragën e saj dere. A ma e mirë sta. Që kjo mos të t'hike, se kjo e lavdroj Allahin, e falenderoj Allahun. Ishte e knasht me riskun që ja ka që Allahu gjile gjilalo, që këtë ama familjen. Tha, që këtë ma e mirë, që këtë pragë. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, falamma ja Ismail, kur ka ardhur Ismail alayhis salam i ka thënë, a ju ka ardhur dikush? Me ka ditë, ka ardhur dikush. Ka thënë, po ardhi një plak shumë i bukur. Hasanul hay'a, e para se ka përmend. Se ka përmend Hasanul hay'a. Ka një plak, ka shejkhun. Kjo shejk ka thënë, shejkhun Hasanul hay'a. Apo, ki po do gra thot, ky që zdurohet, që i venera, që asi, apo thon. Ama ka gërën që ka thot, jo, po këta, kjo baba jot, gjyshi jot, apo, dhe këtë është të insani që fana. Kura zemër prish, di qysh me ta prish. Kura zemër mirë, din qysh me thonë. Këtë du të më ndëru, du të më respektu, kjo më i madhin familje, e kështu më ra. Që ka tha, a i ke plak, ama shumë i bukur ke. Ibrahim a.s. thot, wa athnat alejhi, thot, dhe filloj me jalavdru babën. Filloj me jalavdru babën. Fëse eleni angë, më pyti për ti, i kalzova, më pyti qish po jetoni, i kalzova,
Edhe I kallzova se jena shumë mirë, jemi shumë komod, kemi rizkun e Allahut subhanahu wa taala. I thot Ismail, a të dhanë nasihat? Më tha, I thot gruaja, thot po. Më tha me të qu selam edhe me të thonë urdhër, shtrëngoje pragin. Shtrëngoje pragin. Atëri thot, kjo baba jem, ti e pragi. A I ke baba jem? Ka thonë ti e pragi. Më pas ka urdhnu me të majt. Më pas ka urdhnu me të majt. Atëherë thot Ibn Abbas radiallahu an, kalon një kohë e gjatë e jetës e Ibrahimit a.s. E pastaj thot Ibn Abbas radiallahu an, thumme lebitha anhum ma sha Allah, thumme jaa ba'da dhalik wa Ismailu jebri neblen lehu tahte dawhatin qaribati min Zamzam, falemma raahu qama ilay فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمر ربك قال وتعينني قال وأعينك. Çfarë ka ndodhur? Pas një kohë të gjatë vjen Ibrahim a.s. te Ismaili dhe e gjen Ismailin a.s. tu I gëdhen xhigjetët. Xhigjetë gjuetijës, sepse gjuetijës kanë jetuar ata. Edhe e gjen tek një pemë afër Zemzemit. Edhe kur e sheh babën e vet, këtë herë takohen. Thot Ibn Abbasi, dhe bojnë qysh përshëndetet baba me evladin e vet, edhe evladi me babën e vet. Pastaj I thot, o Ismail, Allahum ka urdhnu me një urdhër. I thot Ismaili, urdhëroje, zbatoje urdhën e Zotit. A do ta shohim se kur a kanë fëmijë I ka thonë, zbatoje. I fal ma tu'mar. Çish ka thonë çashtu bane? Po para më që arrit I madh. I ka thonë, o bab, ti unë këmë thonë me mprej, s'kum rezistu e për dini tjetër. Ka thonë urdhëno. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala ma ka thonë një urdhër. Amnimon. Dhe do të vim të nërru një matë të dobit, se ka di qish me fol Ibrahim a.s. S'ka thonë ajde këtu estu, shkena të ban, mës tani hiti e, unë e të kalzoj këtu, apo, e di baba shka ban. Jo, nuk ka fol e me arrogancë, asë si komunist, ka thonë Allah I ma ka thonë një urdhër, plus ka pas argument, ka mujtë me thonë, u kri kjo punë, pi Allah I ka ardhur as dvejt, as kur gjo. Ka thonë amnimon. Do të me verbe. Sa I fëmija, njëri thot, e ki po, do I ban 70 vet, e gjali veti po 40, apo, e thirë si cum, hactu, o ti pi 40, përkje, gjali pa e ka, o ti. Po ti e korit dhe para e vladit vet, janë do prind, janë shumë pacip, e korit e vladin e vet para gjembet vet, nuk koritit mërë saj, aja mo burë mo, apo, dhe me pas konsiderat me vladin, kur I ka 7 vet në regull, ka gruin ati, ka fëmi, e ta shka du me va, atës të këtu une e di që ka baj. Jo, ka thonë haqia, po të foli pak më mirë haqia, se mu me vladit vet, ti po më degradon para e vladit, ti mu po më qëtë para e vladit që me kanë cullune, apo, dhe ti shep asaj se nipi, merë asgan lëk kundër babës vet, se, kam atë tjetër, apo, kam komunistin në nalë, ti s'baj e sa, e nuk ban kështu të ndërrum gjema, dhe pas, të vim të dobit me lejnë Allahu të barek e vëtala, ka thonë, ve të inuni, amnina mor gjalja, kale na, ve inuk, ka thonë një moj, kale, fe inna Allahe amarani an ebnija ha huna bejten, Allah më ka ordhun që të me maru një shpi. Shpi për kanë? Shpi në Zotit. Bejtullah, shtëpia Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Abbasi, wa ashara ila akematin murtafiatin ala ma hawlaha, ka bo me isharat ka të që qëtu. Të qabja ku është sot. Kale, fa inda dhalika rafa'a al-qawaida min al-bejti, fa ja'ala Ismailu ja'ti bil hijara, wa Ibrahimu jebni, atara kanë fillu bashk me bo. Qa ka bo? Thot Ibn Abbasi, fillun mi vnu shtyllat e shtëpijës. E kam bërë thjesht, jo si kur sot qka është. Kam bërë shumë thjesht. Disa gurzi, edhe I kanë ngrit lartë, edhe ka qenë e hapur, ka qenë për ibadet, për të adhuru Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Abbasi, fillun me I vendos shtyllat e shtëpijës. Ismaili a.s. I sjell të gurzit, Ibrahimi I rënitke. Ismaili ka pru gurzit, Ibrahim a.s. I ka rëndit. Te veni ku ka rënit, ku ka kontunet, Ibrahim a.s. e ka mor një shkam, edhe ka hip në alt, mirënit, gurzit e qabës. Qaj veni ku ka hip në kam, I thojnë mekamu Ibrahim. Mekami Ibrahimit, ku ka thonë për nga mbel a.s. Qëtu është sunnet mi falë, 2 reqate. Kush kon tavaf e di, Allah na mundsof ja Rabbal Alamin. Edhe këta atë në shka që janë konë, Allah ja mundsof ja Rabbal Alamin. Thot Ibn Abbas radiallahu an, thot, hatta idha rtafa al-bina, جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله بالحجارة. Thot Ismail alayhi salatu wassalam ja binte gurzit, edhe në gurin ku ka qëndruar Ibrahim alayhi salatu wassalam, ai rënditke. Ky bir te gurzit, ky rënditte. Thot
Ibrahimi, thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, wa huma yaqulan. Dhe kjo është fjalë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Të e ndërtu qabën, tu ngrit qabja, që kanë dha? Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Kur po i ngrit të Ibrahimi me Ismailin bashk kanë, po i ngrit një shtyllat e shtëpijës, dhe po thonin bashkarisht, o Allah, pranoje pineve, bane kabul pineve, se ti e dëgjon lutësin, ti e dëgjon fjallën e ati që ka lutët dhe ati që ka të adhuran, ti e i dishëm. Pas e ka thonë, Rabbena wa gja'alna muslimejni lek, o Allah, na ban neve di musliman, na ban neve mu kanë musliman, wa min dhurrijetina, edhe e vlatë të tonë, ummet musliman, dhe jana alhamdulillah jemi musliman. Je ka pranu duan Allahu subhanahu wa ta'ala Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim. Unë si pejgamber jam duaja e babës tem Ibrahimit. Andaj mos e nënçmo duan të ndërum xhamat. Se duaja të harun e vladin, duaja të harun familjen, duaja ti nuk ki idenë se çka bën Allahu subhanahu wa ta'ala me lutjen tënde, me ta pranu Zoti i Madh xhelle xhelalu. Thot Ibn Abbasi قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان thot e ndërtuan qabën dhe bënin tavaf rreth qabës së Zotit xhelle xhelalu dhe thonin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ka thonë o Allah, pranoje pe neve këtë shtëpi që ka ndërtuar për hir tanën, të ndërum pi sa viteve Ibrahim alayhis salatu wassalam e deri më sot shtëpia Allahu subhanahu wa taala Kiameti në për dunja ka mujtë më ba, luftat botërore janë ba në për dunja, qabi Allahu subhanahu wa ta'ala është e sigur. Pasaj Ibrahim a.s. sikur që në rafrejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, Kur'an që ka thot, wa idhe kale Ibrahimu rabbi gja'ale hadha beledan amina. Dhe kujtoje kur tha Ibrahim a.s. o Allah, bëje këtë vend, qëfar? Bëje këtë vend të sigurt. Rabbana ja'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarat. Dhe jep ti banorëve të këtij vendi prej fryteve, men amana minhum billah wal yawmil akhir. Kush ka besu Allahun dhe ditën e fundit. Pra ka bo dua për musliman, sa e kalon Irakin, që të neje këtu dhe të bëhen musliman. Ka thënë o Allah, veç muslimanëve jep ju me hangër dhe me pi. Allahu e ka pranue këtë lutje edhe e ka shtuar. Që ka thënë wa man kafara. Shikoj të ndërru, nuk punon Zoti si na. Ja, nuk punon Zoti si na. Çka tha Ibrahim alayhis salam? Tha po Ibrahim, wa man kafara. O më dhe qafira të të mjë në buk. Shikoj subhanallah. Wa man kafara. 6 miliard qufar në dunjan të deklarum të ndërmarë. A ti u shtena Zoti jo? Zoti jo një u shtena ta. Zoti dhe do të dhimna se Ibrahim alayhis salam do të sprovohet edhe një herë me misafirlëk, apo dhe do ta ketë një debat me ta. A dhe shkajtë të Allahu wa man kafara fe umetti'uhu qalila. Ka thënë o Ibrahim, ani unë po të pranoj duajnë për musliman, po edhe qufarve do të më dhon buk me hangër, se unë i kum kriju ata. Wa man kafara fe umetti'uhu qalila. Do t'ju jap pak në dunja buk me hangër dhe do t'ju jap pak knatësi kësaj bote. Thumma attarruhu ila adhabin nari wa bi'sal masir. E pastaj në ahiret është i zarr. E atje avë një keq. Kjo të ndërum gjematë është rëfimi i Ibrahimit a.s. në transferimin dhe shpërngullin e ti nga Iraku në Palestinë, nga Palestina në qabën e Allahu subhanahu wa ta'ala ku e ka ndërtue Ibrahim a.s. Kjo të ndërum gjematë kemi edhe shumë prej meseleve të cilat do të shtyjmë për ligjëratën e ardhshme. Në mesin e kësaj ligjërate, domthonë këtij rrëfimit të Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, kemi shumë dobi, mirë po tek pjesa e Ibn Abbasit do të vim me lejnë Allahu te bareke ve teala të dobit se në moshën 7 vjeçare Allahu urdhon me çfarë? Me ether. Po para se të vim te kjo, do të shohim disa prej dobive edukative dhe morale në çikët ngjarje. Çka mësojnë ana? Kjo është e mirë për rrëfim. Po na ku jemi këtu?
Çka mund na të mësojmë pikësajna? Do shumë ligjëratën e arshme me lejnë Allahu te bareke ve teala, elusim Zotin e Madh xhel xhelalu. Që ditët e kaluara të Ramazanit Allahu t'i bën qabul për neve. Elusim Allahu subhanahu wa taala që ditët që na kanë ngel, e që janë ditët më të mira dhe netët më të mira të Allahu subhanahu wa taala, Allahu na jep shëndet dhe vullnet. Por ti mbush me vepra të mira, me namaz, me lexim të Kur'anit, me dua, ta mundson Zoti i Madh te bareke ve teala që ti plotësojmë këto ditë me kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhelalu xhelalu xhelaluhu, këtë musliman në përbot që janë Allahu të ndihmon, fuqarat, skamnor, nevojtar, bonjak, jetimat, të veja, të gjithë Allahu t'i jap nga rahmeti vet, edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.